Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në monitor në këtë moment do doja nga regjia një fotografi për të treguar një personazh, një personalitet dhe një simbol më shumë. Ja, ky është Adem Jashari. Është simboli i rezistencës së luftës së Kosovës, simboli dhe një nga themeluesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por shumë shqiptar e din atë që ka ndodhur me Adem Jasharin. Në mars të vitit 1998, ai u rrethua nga forcat serbe në shtëpinë e tij në Prekaz, pra në Drenic, më saktë në datën 7 mars të vitit 1998, dhe pas një lufte heroike, ai bashkë me të gjithë familjen e tij, domethënë u ekzekutuan, u vran, por qëndresa e tij është heroike, është një nga epopet më të lavdishme, një nga betejat më të lavdishme për nga mënyra se si dhe imagjinoni ishte një betejë e pabarabartë. Por shumë vetë ai din dhe e njohin historinë e Adem Jasharit, por pak din ose as pak që Adem Jashari ka dhe një histori në start të rezistencës së tij. Në vitin 1991, Adem Jashari bashkë me një grup djelmoshas, po të themi, dhe të rinj nga Kosova, kanë kryer stërvitje dhe kanë bërë trajnime në Tiranë. Pak është folur për këtë ose as pak, dhe ne sot do kemi mundësinë që të zbardhim të plot këtë histori, që nga urdhri, dhënia e urdhrit dhe vendimit që këta djem nga Kosova të stërviten në Tiranë, qëllimi i kësaj stërvitje, si janë stërvitur dhe më rëndësishme çfarë përfituan ata nga këto stërvitje. Dhe për ta rrëfyer të gjithë këtë, unë kam ftuar një nga 9 pedagogët që kanë bërë këtë trajnim, këtë stërvitje. Quhet Ylli Mici, në gjithë qarqet ushtarake, po veçanërisht të Akademisë Ushtarake të Shkollës së Lartë Bashkuar të Oficerave në atë kohë dhe më gjerë, nuk ka njeri që të mos e njohë. Ylli Mici është një nga personazhet e njohur jo thjesht si pedagog, po si një qytetës shumë i mirë, si një oficer shumë i mirë, dhe më rëndësishme atë pjesë më të rëndësishme të karrierës së tij, që ka stërvitur Adem Jasharin. Kam kënaqësinë ta kem profesori thrasun Ylli Micin në studion e emisionit Dekalog. Profesor, të falenderoj shumë që pranove ftesën time. Faleminderit juve. Jam shumë i gëzuar që për herë të parë unë do trajtoj me anën tuaj, pra do ta rrëfeni ju, një anë të panjohur të këtij heroi, të këtij simboli të asaj rezistence të jashtëzakonshme, një nga epopet më të jashtëzakonshme të popullit shqiptar. E para njëherë, ju ishit duke dhënë mësim në shkollën në Akademinë Ushtarake, në shkollën e lartë. Kisha dha urdhrin që këta djem të Kosovës duhet të vinin në Tiranë dhe të stërviten. Dhe kur u dha? Po, në tetor-nëntor të vitit 1991, po, në Tiranë u zhvilluan disa stërvitje për të trajnuar të rinj nga Kosova që ishin vullnetarë, dhe pse situata e ateshme ishte nga luftrat në ish Jugosllavi edhe probleme tjera, dhe u bë një domosdoshmëri që të merrnin masa edhe Shqipëria edhe Kosova që të rezistonin në rast ndonjë konflikti ushtarak. Në tetor të vitit 91, pas një u zhvilluan këto stërvitjet. Jo, pavarësisht të stërvitjet pedagog. Kush e dha urdhrin? Si ishin rrethanat? Si u dha urdhri? Se Shqipëria po kalonte dhe Shqipëria jo një gjë të mirë. Po rrëzoi komunizmi, pothuajse ishte rrëzuar komunizmi, ende në pushtet ishte Partia e Punës së Shqipërisë, kishte fituar zgjedhjet e 31 marsit të vitit 91 dhe prapë ishte një situatë kaotike. Po, vërtet, u dha një urdhër nga presidenti, nga Ramiz Arila. Pra në cilësinë e komandantit përgjithshëm të forcave të armatosura. Ai bëri një takim me udhëheqësin e rezistencës në Kosovë, Ibrahim Rugova. Takoi Ibrahim Rugova. Ku e takoi? Po, nuk e kam. Po në Tiranë. Në Tiranë. Në Tiranë, po, dhe? Dhe ranë dakord që të organizoheshin dhe të zhvilloheshin këto kurset, që edhe Kosova të ishte e përgatitur, sepse ajo do të preke nga lufta dhe mos ishin
tabel qitje, si me thënë. Do të thënë lufta kishte filluar në republikat e tjera, Kroaci, Sloveni, të gjitha këto, dhe mund të vinte në Kosovë. Dhe erdhi në Ministrinë e Mbrojtjes erdhi një urdhër i Ramiz Alis si presidenti i Republikës. Si komandanti i përgjithshëm. Komandanti i përgjithshëm, dhe ajo na obligonte për të marrë masa për të stërvitur këto grupet e para që erdhën vullnetar, që ishin 106 persona. 106 djem. 106 djem, kryesisht nga Kosova, por edhe nga diaspora, edhe nga diaspora, edhe nga Maqedonia. Dhe nga Maqedonia. Nga Maqedonia erdhi një grup që ishin mësues të një shkolle, edhe erdhën edhe ata dhe u koordinuan, sepse edhe ata ishin targeti i luftës, si me thënë, edhe... Do bëni 106 vullnetar. Vullnetar, të gjithë vullnetar. Po, vullnetar. Sa zgjati kjo? Stërvitja? Stërvitja zgjati... Jo, sa do zgjasëm saktë, se pastaj do flasim konkretisht çfarë ndodhi. Një muaj. Një muaj. Një muaj dhe... Sa herë? Dhe mas një muajsh, ikin dhe vinin... Të tjerë? Të tjerë. Dhe kjo do të vazhdonte. Dhe më morë masa dhe u krijuan ato kontakte që kush do vinte kursin e 2, 3 e tjerë. Do vazhdonte kjo, po pse ndërpre? Por në kursin e 2, pati një dekonspirim sepse u bë një kërkesë që jo të vinin me mjete nga rinasi apo nga tragedi e tjere, por Ademi bashkë me Sali Çekan, që ishte një nga drejtuesit e kësaj stërvitje, kërkuan që të ktheheshin në Kosovë të armatosur. Po? Sepse edhe vendi i stërvitit ishte në zonën e Pejës, afërsisht, dhe këta studiuan terrenin e tjerë dhe vendosën që të ktheheshin të armatosur. Shteti jon e përkrau këtë, e mori masat që të zhvillojë kjo veprimtari, edhe kështu ndodhi, këta 33 vullnetarët, po ishte interesant që këta morën 74 automatik. Okej, pa vajtur atje pedagog, profesor, ju erdhi urdhri në Shkollën Bashkuar. Si organizuat në komandën e shkollës, të akademisë. Po, të akademisë. Ai Aleks Adnoni ishte komandanti. Komandanti i shkollës ishte Aleks Adnoni. Po. Thiri shefat e katedrave. Po. Edhe fakulteteve. Dha detyrat. Kryesisht në tek çdo gjë ishte sekret. Po. Tani ma shpjego pak të si mbaj sekretin ato ditë që Shqipëria ishte rrëmuj. Po, shiko, vendi i stërvitjes u bën në Surrel. Kush e vendosi atje? Atje Ministria e Mbrojtjes. E vendosi Ministria e Mbrojtjes? Po. Në Surrel, çfarë ishte ai vendi atje? Aty ishte një bazë ushtarake A nuk ishte rreth shumë stërvitje? Jo, bazë ishte. Bazë, furnizimi. Po kjo bë me qëllim që të mos kishte një bazë furnizimi, sepse aty kishte vend për akomodim, për të fjetje, për ata rrinë aty. Po. Ju organizuat ju pastaj. Po. Dhe aty shkonin pedagogët që kishin mësim masdite, si me thënë. Do të thonë ju jepni mësim para ditën në akademi? Edhe shfrytëzohej kjo pjesa tjetër, sidomos taktika e këmbësorisë, to lëvizjet edhe marshimet që bëhen. Jo qartë, do të pyes për atë, po pikërisht në Surrel vetëm për këtë arsye. Po, në Surrel sepse ishte larg, ishte në dajt. Ishte larg vëmendjes. Ashtu edhe nuk duhet të kishte. Por ç'e vend Surrel aty ku ka shpinë kryeministri apo pak më këtej? Jo, më afër Tiranës. Futesh atje, po tash ajo është si klapa, ajo i vendi aty, ajo si ka pas ndërtesa, edhe ato ne i shfrytëzuam që i bëm si fjetore. Qartë. Edhe ja do të pyes për këtë. Tani profesor, ju morët të vendim. Pse pikërisht u caktuan ju? 9 pedagog mos gaboj? Po. Po pse pikërisht ju 9? Po në komandën e shkollës, që thash që ai e mori urdhrin direkt nga Ramiz Alia. Aleksandori? Po Aleksi, edhe gjykuam
ne shefat e katedrës gjykuam që çfarë ishte e domosdoshme për 30 ditë, domethënë që Sa kisha 30 ditë, një muaj. një muaj ishte Një muaj? ti jepi maksimumin e një Për një muaj. Po dhe ushtarake. dhe ju i përzjodhet vetë? Dhe unë konkretisht për shembull këmbgula për programin Po? që të kisha sa më shumë orë në dispozicion, sepse Këmbgule vetë. po Ju çfarë do jepnit? unë merresha me armët, Njojnë armë. njën armë dhe përdorimin. Dhe qitje. Dhe qitje. Po ti kryesorja e fundit. Kështu që këtë problem grita unë që neve duam kohë më shumë, sepse më mirë Pse një muaj dhe jo 3 muaj? jo, po kaq ishte përgatitur, Ishte mjaftueshme? sepse ishte po u bë e mjaftueshme. U bë mjaftueshme. Nga mënyra- Tani lëndët e tjera, profesor, kush ishin? Po kishte taktik, Po? kishte marshime, kishin këto Fiskulturë, stërvitje. fiskultura, përgatitje fizike, kishin këto të lëndët plase, si mund të minohet diku Minimi këto. atë gjenjës. Të gjenjës, po? Edhe kishte disa disiplina që mendoj që do t'i kishin njohuri domethënë. Ju zini gjë fare se kush do vinte. Jo, absolutisht. Neve na njoftuan që me datë kaq Po? do hypin në atë autobusin, se ishte një autobus që shkonte nga shkolla në Surel. Dhe ju merrte autobusi juve. Merrte autobusin neve dhe këta personave që u stërvitën. Po jo, po ata arrinin atje, afrinin atje në